Përshëndetje dashur miq të Antena Televizion, rikthehemi këtu me emisionin Sinjal me mua Ermal Peçin për diskutuar fakt mbi zhvillimet dhe ngjarjet më të fundit. Do të flasim konkretisht mbi atë se çfarë ndodh ditën e sotme, jo vetëm mbi protestën e Sali Berishës apo dështon foltorja 2 e zotit Berisha, i cili ka zgjedhur ta bëjë përballë kryeministrisë, por gjithashtu edhe çfarë e lidh opozitën me Belinda Ballukun. Në fakt, kjo është një prej çështjeve kryesore që ne jemi munduar ditën e sotme jo vetëm të prekim, por edhe diskutojmë. Do të flasim konkretisht mbi atë se çfarë ndodhi në protestën e sotme. Përsëri një grup i vogël njerëzish ishin përballë kryeministrisë, ngrihen shumë pikpyetje pse një ditë që ishte pushim Berisha apo opozita zgjodhi të protestonte pas dite kur mund zgjidhin edhe paradite, por këto janë më shumë çështje strategjike, por lidhet gjithçka faktin që tashmë Partia Demokratike është mbuluar me shumë akuza, ku shumë prej gazetarëve kanë hedhur akuza që Belinda Balluku ka pasur njerëzit e vet në Partinë Demokratike. Kjo është pak a shumë panorama e asaj se çfarë do diskutojmë sot, por gjithashtu edhe për të folur mbi atë se çfarë ndodh Partinë Demokratike, por jo vetëm dhe në Partinë Socialiste. Kam kënaqësinë të kem në studio avokaten dhe një prej zërave më kritik të opozitës, zonjën Alesia Balliu. Alesia, përshëndetje. Faleminderit për ftesën, normal. Alesia, do doja ta nisi me njerë si e pa protestën e ditës sotme. Çfarë të bëri përshtypje, si ka mundësi që Berisha akoma nuk po elektrizon turmat? Tani, Berisha nuk ka qatë turme të elektronizoj më, për arsyet vetëm se Berisha e ka kthyer Partinë Demokratike në promë private dhe biznes familjar. Që do të thotë, Berisha erdhi me foltoren, erdhi që të sillte demokratët në pushtet, pastaj vendosi farsën zgjedhore, 7 muaj nuk u duk të bënte një protest, tani po i bën këto protestat sepse ka problemin e vet tek SPAK-u dhe pa diskutim bën atë që ka bërë gjithmonë, mban Partinë Demokratike si mburojën e vetme për të ruajtur veten e vet dhe interesat e tij personal dhe familjar. Nuk frymëzon më Sali Berisha pasi ka humbur 2 herë, madje Berisha ka dalë më keq se çka dal Basha në 2021. Dhe nuk është më as alternativ, as dinjitoz, as nuk përfaqëson më demokratët, sepse demokratët e vërtet Berishën e kanë braktisur. Kjo u duk tek ajo që quajti foltore 1, u duk edhe sot që janë 100 vet aty, që janë 40 janë rrogtarët, që janë deputetët, dhe populli nuk është me të. Me gjithë të skandalet qeverisë Rama, pa diskutim që populli do ta kishte rrëzuar Ramën dhe opozita do ishte shpresë, por fatkeqësisht opozita nuk është shpresë sepse opozita nuk frymëzon më. Alesia, nëse qëndrojmë në këto zhvillime, fakti që edhe pse Berisha udhëtoi deri në Brazil dhe mori një çmim, u bë zëvendës presidenti një prej organizatave të djatha. Mund ta ketë blerë siç bleu Chris Lasi vitën, edhe pa diskutim që siç bleu Amerikanin me çek, ka blerë edhe titullin të kjo organizata e huaj që të cilën ky e quan më demokratike, por që nuk është e vërtet. Kjo është një organizatë e cila është krijuar nga Sorosi, po Berisha kur do Sorosin e shpall armik për gjithë këshillat e demokratëve, kur i leverdis e bëm bashkëpunëtor për t'i dhënë çmimin. Kjo është një hipokrizi politike e Sali Berishës, e cila nuk ngjit më në publik dhe nuk ka rëndësi se çfarë çmimi merr ti nga jashtë, por kush jep ti për shtetin tënd, çfarë përfaqëson ti për shtetin tënd, çfarë premtimi ke dhënë ti partisë tënde, demokratëve. Dhe këto gjëra bin kontradikt me atë çka Berisha thotë dhe Berisha bën. Berisha është një person i cili i ka mbaruar epoka e tij politike. Ka mbaruar, thoni, ka mbaruar epoka politike. Ndër të tjera më ngacmuat pak kur thanë ndër të tjera që kjo mund të jetë modeli Lasivitas. Ekziston mundësia që Berisha të ketë udhëtuar deri në Brazil për të kopjuar njëjtin model i cili nuk e solli në pushtet, apo thjesht Berisha po kërkon të marrë oksigjen edhe për t'u thënë demokratëve që shiko, unë akoma nuk jam non grata dhe unë i kam marrëdhëniet me partnerët përsëri dhe bashkëpunoj me ta. Pra, sepse duket që vetë Berisha erdhi nga udhëtimi, ju bashkua me njëherë protestës, ne pam që në atë protest
Ishin dhe një sër deputetës tjerë, ishte Klevis Balliu, ishte Flamur Noka, ishte Ervin Saliani. Çfarë po tenton Berisha të bëjnë këto momente? Në këto momente po tenton të mbroj veten e tij nga drejtësia. Pasi Berisha sa herë që ka probleme me drejtësinë, përdor Partinë Demokratike si mjet dhe instrument. Ku ishte Sali Berisha këto 7 muaj? Çfarë bëri Berisha për faktimin e farsës zgjedhore? Asgjë. Berisha u thirr për 21 janarin SPAK dhe pa diskutim mobilizoi protestat në shenjë mburoje për veten e tij. Nuk ka çfarë shpresë të japi një protestë e cila ka 40 rrogtarët e Berishës brenda dhe nuk ka masën. Revolucioni vjen nga masa, revolucioni vjen nga populli, ndryshimi vjen nga populli dhe populli vendos me votë. Dhe këto nuk janë favor të kohës politike të zotit Berisha, të figurës tij, por mbi të gjitha dhe të damkës madhe që ai ka nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për korrupsion. Lesja, nëse qëndrojmë në këto zhvillime, ka pasur një sër zërash që qarkullonin dhe vetë ju e keni prekur që kjo organizat është një organizat ku drejtohet nga George Soros, pra njeriu që e ka krijuar këtë, ku zoti Berisha u bë zëvendës president, drejtohet nga Sorosi. Apo mundohet Berisha të luajë me dy karta, në një anë thotë Sorosi është armik, në një anë kur i intereson bëhet mik me të. Çfarë duhet kuptojmë në këtë momente, sepse faktikisht nuk është për t'u habitur Ermal se Berisha tha unë nuk e pranoj parlamentin e krimit, ndërkohë 11 maj hyri te parlamenti e krimit gjithë duke u betuar. Berisha premtoi figurat e reja ishin Vokshi, Noka, Tritan Shehu. Nuk është hera e parë që Berisha thot gjë tjetër dhe bën gjë tjetër. Kështu që dhe rastin konkret, të ndjekësh një logjik analize, ai mund ta shpiki Sorosin si kundërshtar kur i duhet për fushate, bën dhe mik kur i duhet për çmim honorifik. Demokratët, Alisa, në këtë situatë, edhe pse qeveria është do të thoja është në pozitat më të vështira të saj, si ka mundësi që demokratët nuk po dalin shesh? Zoti Berisha i ka bërë thirrjet, vetë deputet të Partisë Demokratike janë. Ne kemi parë që deputetë të opozitës kanë qenë të implikuar me zonjën Balluku. Kemi parë që opozita ka qenë e shitur te zonja Balluku. Kemi parë që Flamur Noka dhe individ të tjerë kanë ruajtur interesat personale. Dhe pa diskutim demokrati thjesht kur i shef gjithë këto pazare, gjithë këto gjëra që bëhen kurriz të tyre, kurriz të votës lirë, kurriz të kauzës, kurriz të gjithë shqiptarëve, ai pa diskutim që refuzon të bëhet pjesë e fasadës, refuzon të dali tek protesta, refuzon të dali të ngrej zërin, sepse ai e shikon që e vetmja gjë që intereson Berishës është të ruaj pushtetin, se Berishës të intereson të kauza kombëtare, jepte dorëheqjen dhe linte Partinë Demokratike të riformatonte me figura të reja. Dhe ato do kishin një mundësi për të ecur përpara, do kishin një shpresë, do ishin një opozitë serioze, një opozitë dinjitoze, një opozitë që nesër të ishte alternativë qeverisëse. Por fakti është që Berisha nuk bën pas nga interesi dhe pushteti i tij personal, pasi ai nuk jeton dot pa të, dhe pa diskutim që merr me vete gjithë Partinë Demokratike, atë që ka ngelur se duket që është kurrur dhe është një pjesë shumë e vogël tashmë. Është një betejë edhe midis gazetarëve dhe Partisë Demokratike në këto momente, kur shumë prej gazetarëve thonë që fijet e Belinda Ballukut janë në Partinë Demokratike. Dikush akuzon Belindin, Belind Këlliçi vetë ka përgënjeshtruar, në anën tjetër dikush akuzon Flamur Nokën. Çfarë po ndodh konkretisht? Vërtet kjo parti është kthyer në nënpunëse të Belinda Ballukut? Çfarë po ndodh konkretisht sepse informacionet që kam unë, Flamur Noka ka një miqësi me zonjën Balluku dhe persona të afërt Flamur Nokës, miq të ngushtë Flamur Nokës, kanë marrë tendera me kompani me emër tjetër dhe kanë qenë përfituesit kryesor të tenderave të dhëna nga zonja Belinda Balluku. Dhe duke parë gjithë të raport të ngushtë midis PS-s edhe midis PD-s, pa diskutim që demokratët nuk kanë më besim te Partia Demokratike, sepse ato shohin interesin e tyre dhe nuk shohin interesin e demokratëve. Ato paguajnë 1.4 milion për kapelen e Lasivitës, komisionerët ishin pa ujë në Elbasan, pa bukë. Dhe realiteti zëmb, e vërteta zëmb, dhe mua shumë më kritikojnë,
por më kujtohet gjithmonë një shprehje e Luterit e cila thoshte në do të kesh armiq thuaj vetëm vërtetën. Kështu edhe muhabeti politik. Lesja, në gjithë të panoram, në gjithë të situatë, foltoria 2, po e nënkuptojnë foltoria 2, sepse është protesta 2 dhe është nënkuptuar si foltoria 2. A e ka fuqin foltoria 2 të jo vetëm, po të them të paktën të mobilizoj demokratët, i thrasi demokratët në shesh, a e shikon që do të ketë njëtin sukses me foltoren e parë, zoti Berisha, se po përdoret e njëta gati e njëta strategji. Tani nuk kanë krahasim, sepse tek protestat e para, ose foltoret e para, ka qenë në shkaku rrëzimi i Bashës dhe fajtori ka qenë Basha, te kjo foltore kush është fajtori? Farsa që nuk provoi do të Sali Berisha e zgjedhjeve, premtimet që nuk mbajti duke vënë figurat e reja. Shkeli Berisha premtime nga foltore një. Apo bashkimi me demokratët dhe bashkimin e bëri me Metën dhe me Dulen. Si mund të ndezi një foltore 2 kur ti ke shkelur çdo premtim foltore së parë? Si do ndezi foltoria 2 kur ti premtove fitoren demokratëve dhe do i silljen pushtet? Si mund të ndezi një foltore 2? Nuk hecet politika mbi gënjeshtra, nuk hecën politika mbi mashtrimin. Politika ecën mbi një linjë morali dhe sot Sali Berisha nuk ka më moral politik për të fituar kundra Ramës. Sepse zotëri i dashur, nëse do ndiste ajo foltore, nëse do ishte problemi shqiptarëve, dije që do ndodhte si me armët kimike dhe pa diskutim do e kishte gjithë popullin shesh. Nuk mund të bëj sot moralin politik të pandehurës Belinda Balluku, Sali Berisha që ka 3 akuza në SPAK. Janë 3 akuza në SPAK. Ke 20 janarin, ke çështjen Partizani, ke Gërdecin. Mund të bëj dot moral Sali Berisha të pandehurës Belinda Balluku? Dhe prandaj nuk ngrihen shqiptarët. Shqiptarët nuk ngrihen pasi nuk i motivon as kjo opozit, po të kishte qenë një lidership tjetër, një opozit tjetër, gjithë shqiptarët do e kishe aty dhe Rama nuk do e kishe as një ditë në pushtet. Problemi i Sali Berishës që shan SPAK-un, nuk është sepse SPAK-u po merr gjithë bashkëpunëtorët e Ramës dhe po i çon në burg, se SPAK-u është opozita vetme që ka ngelur shqiptarëve. SPAK-u është opozita e vetme. Tani, problemi i Sali Berisha e ka se mos ka fatin e bashkëpunëtorëve të Ramës. Halli Sali Berishës sot është që mbas Belinda Ballukut do merri Sali Berisha i pandehur. Ky është halli më i madh i shqiptarëve. Kjo është arsyeja pse bëhen foltore 2-shi që nuk ndez, se nuk ndezin dot 100 veta. Ky është halli Sali Berishës. Sepse një lider opozite i cili SPAK-u po e ndihmonte duke futur gjithë bashkëpunëtorët më të ngushtë Ramës në burg, do ta lavdronte, jo ta quante organizat kriminale, jo ta quante Altin Troplini, jo ta quante dhe t'i vinte ato epitetet që i vën Berisha sot. Sali Berisha ka frikë nga drejtësia dhe Sali Berisha ka frikë se mbas Belinda Ballukut do jetë vetë Berisha i cili do merret i pandehur në SPAK. Ky është halli i Berishës. Pas Belinda Ballukut, Sali Berisha do të jetë në SPAK për çështjen e 21 janarit, flitet alese sepse për Partizanin ai është i pandehur. Ekziston frika që tashmë radha ka ardhur për të goditur brenda Partisë Demokratike. Po nuk është puna tek radha, është puna tek drejtësia. Drejtësia në kontekst po. Unë e ta lidha argumentin që Berisha akuzon SPAK-un si Altin Troplini. Ndërkohë SPAK-u i ka bërë punën më të mirë kësaj opozite duke futur gjithë bashkëpunëtorët e Ramës në burg. E quan sot arritje të madhe Berisha dhe gënjen demokratët dhe sot e kemi denoncuar ne Belinda Ballukun. Kjo është mashtrim. Procedimin për Belinda Ballukun e ka bërë Lulzim Basha, nuk e ka bërë Sali Berisha. Kjo është mashtrim që bëhet ndaj demokratëve. Esja, pse në këto momente Sali Berisha tenton të gënjej demokratët për një sër ngjarjesh? Çfarë po ndodh konkretisht brenda asaj partie? Ju keni qenë një njeri me zë të fortë brenda asaj partie, jeni distancuar kur keni parë padrejtësi. Konkretisht, sa do mbaj, po themi në shprehje popullore, pilafi ujë me gënjeshtra?
A do vi momenti që demokratët do e braktisin zotin Berisha? E kam braktisur tashmë normal. E kam braktisur? E kam braktisur tashmë. Ti e ke parë shumica janë punësuar të Rama. Shumica nuk e pranojnë thirrjen për protestë për mbrojtjen e tij personale dhe shumica nuk po reagojnë fare. Aty kanë ngelur 40 rroghtarët me fare fis, edhe një dasëm do i mblidhen më shumë veta se sa foltore dyshi i Berishës në shesh. Dhe sa më shumë të bëj protesta të tilla, foltore të tilla, aq më shumë legjitimon Ramën pushtetin e tij. Lesja, Rama në këto momente, si e shikon qeverinë Rama në këto momente, duke qenë se Belinda Balluku është në pozitat vështira, vetë s'pak ka hapur përsëri një procedim. Rama do jetë shumë i qetë për sa kohë është Berisha kryetari i opozitës. Për sa kohë është Sali Berisha kryetari i opozitës shqiptare dhe 50 vite të tjera do ta kesh Edi Ramën në pushtet. Jo Belinda të biri, por si Belinda i zvendëson brenda ditës Rama dhe nuk është problemi fare aty. Qeveria Rama bie në momentin që bie Berisha. Sepse në momentin që bie Berisha nuk ka më kartë morale Rama të mbajë qeverinë dhe populli pa diskutim do ta refuzoj dhe do ta dëboj me votë. Për sa kohë është Berisha, është e keqja më e madhe populli shqiptar. Dhe Rama aktualisht, na pëlqen s'na pëlqen ne, shihet si e keqja më e vogël nga masa. Po, është e vërtet kjo. Tani që të iki Berisha, pastaj ikon Rama. Nuk ka rëndësi si është situata e Belindës mund të jetë si e Benametës, mund të jetë si e Erion Velis, që ai e distancon nga partia, e distancon nga vetja, nuk është rasti i parë që Rama e ka bërë, nuk ndërhyjmë thot proceset e drejtësisë dhe kaq. Edhe procedimet që bën Berisha si ku i ka bërë ai, ndërkohë i ka bërë Basha. Për zonjën Balluku. Alesja, në këto zhvillime, sepse duket që tashmë situata është gati e paqartë. Në anën tjetër, do doja, duke qenë se ju jeni avokate për tej që jeni dhe një njeri cili keni vokacionin tuaj politik, punën e SPAK-u deri në këto momente si e keni parë? Ditën e sotme është rritur besueshmëria tek SPAK-u është për tu përgëzuar më saktë Altin Dumani për gjithë punën, për rezultatet që ka dhënë deri tani dhe është vetëm për të dhënë mesazhe pozitive dhe suportuese ndaj SPAK-ut. Kushdo që sulmon SPAK-un nuk do drejtësinë, kushdo që sulmon SPAK-un nuk do që ky vend të ketë shtet, por do që ky vend të ruaj pushtet. Kështu që në të gjithë situatën SPAK-u ka kryer detyrën dhe unë uroj që ta kryejë këtë detyrë në të gjithë Shqipërinë dhe me gjithë personazhet cilët kanë lidhje me krimin organizuar dhe korrupsionin. Alesja, para se të kaloj tek pyetja e radhës, do doja në fakt falenderoj secilin prej teleshikuesve që po na ndjek live në këto momente, janë gati 120 veta të cilët po na ndjekin live mbi diskutimet dhe zhvillimet. Më të fundit do doja të falenderoj secilin prej jush duke rikujtuar të bëj subscribe në Antena Televizion, duke rikujtuar të regjistrohet në kanalin ton dhe të ndjeki emisionin Sinjal nga unë Ermal Peçi, por dhe emisionin Pa Emër, cilët e bëjmë me kolegët e mi. Gjithashtu në fakt ju rikujtoj të komentoni mbi zhvillimet dhe ngjarjet më të fundit, por dhe duke ju rikujtuar shpeshherë të jepni dhe ju mendimin tuaj për këto çështje, pse po dështojnë foltorët e Berishës, çfarë po ndodh konkretisht brenda kampit opozitar, kush mund ta zvendçoj Belinda Ballukun, dhe këto janë një sër pyetjesh legjitime që bëhen në këto momente kur situata është shumë e vështirë politikisht. Do doja të rikthehem përsëri me avokatin e njohur Alesja Balliu. Alesja, në këtë situatë, vetë Rama me fjalët e tij, edhe pse ju e thatë shpeshherë që Rama ndryshe thotë më pas kur e shikojnë që ngushtohet laku, i lë tek drejtësia bashkëpunëtorët e vet. Kush mund të jetë emri më i mundshëm që mund të zvendçoj Belinda Balluku në këto momente? Nuk kam një përgjigje për këtë, pasi nuk është se i njoh strukturat e Partisë Socialiste, por një amendësi mund ta jepja që mund të ishte kandidatja për kryetare e bashkisë, siç duket që dhe Rama e ka të besuarën e vet. Lesja, në anën tjetër, nëse qëndrojmë përsëri në këto tematika, nëse përgjimet dalin që Elvis Berberi ka financuar, pra ish drejtori i ARSH-s të gjendet pasekurave, ka financuar protestat e PD-s përballë Bashkisë së Tiranës.
çfarë dëmi i bën kjo opozitës apo si do reagoj opozita dhe çfarë do thot kjo për situatën ku jemi ne konkretisht? Kjo do të thot, nëse vërtetohet, unë nuk besoj që janë sponsorizuar protestat, pasi kam qenë vetë pjesë e protestave dhe është një gjë e rëndë ta them që është sponsorizuar nga APS-ja, pasi unë kam qenë luftë me PS-n dhe kam qenë vetë prezente tek gjitha protestat që janë bërë kundra Erion Velis, por që nëse kjo histori vërtetohet nga institucionet e drejtësisë, dalin SMS-t, nga institucione reale dhe jo nga fake news, pa diskutim që do ishte humbja e pronësisë PD-s nga vetë demokratët. Me pak fjalë, Sali Berisha ka humbur pronësinë mbi PD-n. Pra duket që tashmë Berisha nuk po kontrollon mas partinë e vetë? Sepse në moment që ti nuk të ndjekin më të tutë, dhe të tutë të trastojnë, dhe të tutë bëjmë pazare, atëherë do të thotë që ti nuk ke më legitimitetin dhe thjesht je një kryetar kukull në kryet një partie. Por kjo është një gjë serioze, kështu që unë shpresoj që institucionet të zbardhin të vërtetën dhe pastaj mund t'japim një opinion edhe më të qartë. Në fakt, ditën e sotme në fund të protestës vetë zoti Berisha ka thënë këtu jemi për t'i futur të merrin Edi Ramës dhe për t'a bërë për t'a larguar atë nga qeveria së bashku me Ballukun. E ka fuqin Berisha sot t'a largoj Edi Ramën dhe zonjën Balluku? Ai shëndron tek ato protesta pikërisht se ai nuk do largimin e Ramës. Ai bën ato protesta të dështuara, të stonuara, vetëm që Rama të mbaj pushtetin e tij. Nuk i bën për të luftuar Ramën. Ato ai i bën për treguar që unë jam kryetari i opozitës, unë po i bëj këto protesta se po thirrem SPAK, po të ketë fuqinë të largohet Rama, nuk largohet Rama se erdhën 100 veta poshtë kryeministrisë, Rama largohet me votë, Rama largohet me zgjedhje të lira, Rama largohet kur revolta dhe masa popullore do donin që Partia Demokratike dhe Berisha të vinin pushtet, po kjo gjë nuk ndodh. Pasi Berishën nuk e do masa, nuk e do populli dhe nuk e votojnë. Rama bie me votë, Rama bie me zgjedhje të lira e ndershme dhe Berisha nuk e ka shansin ta rrëzojë. Nuk ka as fuqinë ta bëjë atë gjë. Ai e thot për retorikë politike. Në fakt, Alesja, nëse qëndrojmë në këto retorikë politike, brenda kampit opozitar, çfarë po ndodh tani? Duket sikur dhe vetë Partia Demokratike askush nuk po guxon të artikulohet hapur publikisht kundër zotit Berisha. Mendojnë që do të ketë zhvillime brenda kampit opozitar apo do të vazhdojnë në njëjtin linjë, ata do të jenë aty për të... Ne kam thënë dhe rrithem, rrogtarët nuk kanë zë, pasi ato paguhen nga Berisha për qëndruar aty. Po të kishin një aftësi, do i kishte zgjedhur populli. Ato i zgjodhi kryetari për të ruajtur autokracinë brenda Partisë Demokratike, për të qenë Berisha i pari dhe për të qenë Berisha i vetmi i cili do vendosi, do marrë vendimarrje për interesat e vet pa pasur asnjë zë kundra. Në fakt, do doja përsëri të qëndroja pak tek zhvillimet drejtësi politik. Duket që SPAK po godet me dorë të hekur çdo funksionar qoftë nga Partia Socialiste, por janë ngritur pretendimet që duket sikur SPAK godet vetëm PS-n dhe me PD-n po tregohet e butë. Në anën tjetër janë paralajmëruar që mund të ketë disa goditje tek funksionar të lartë edhe në kampin opozitar. Çfarë do të thotë kjo në këto momente, Alesja? A qëndrojnë këto pretendime që SPAK po godet vetëm majtas dhe jo djathtas, apo janë thjesht narrativa të cilat kërkojnë marrin oksigjen në këtë situatë ku palët janë bashkë? Sepse të janë narrativa që bëhen për diskurs publik, pasi jo gjithçka thuhet nga persona të tretë në rrugë jo institucionale është e vërtetë, se tani me deklaratat që bën Berisha, Altin Troplini, pa diskutim që nuk duan marrë seriozisht. Dije i thot Altin Dumanit, Altin Troplini, ditë tjetër ngatron Salianin me bandat kriminale, një ditë tjetër thot diçka tjetër, kështu që SPAK, unë e thash dhe rithem mos bëhen përsëri, se po bën detyrën e tij, ka arritur rezultate të shkëlqyera dhe pa diskutim unë pres që në ditën vijim SPAK-u të çojë letrën zyrtare për heqjen e imunitetit zonjës Balluku,
që është rrugë e cila besoj do bëhet për pak ditë, është rrugë ligjore e cila duhet ndjekur dhe duhet operuar. Që SPAK-u nuk duhet komentuar, po duhet përgëzuar në çdo rast dhe në çdo situatë. Narrativat politike janë personale të gjithkujt. Berisha i thot Altin Troplini, Berisha pastaj thot është bashkëpunëtor i Ramës. Kur ai po fut gjithë bashkëpunëtorët e Ramës në burg, dhe Berisha e bën si diskurs se mbas Ballukut është rradha ti. Në këtë situatë, ditën e sotme kemi parë zotin Dumani i cili ka qenë në Belgjik, ku ka folur që pavarësisht kërcënimeve që na bën nga grupet kriminale apo dhe nga klasa politike, prokurorët e SPAK-ut nuk trëmben dhe nuk bëjnë hapa pas. A është një palajmërim për klasën politike dhe për grupet kriminale në këto momente? Kjo është një mesazh i qartë që drejtësia do veprojë mbi këtë. Është një mesazh i qartë në të cilin ai i thotë që s'është askush mbi ligjin dhe mbi ligjin. Ditën e sotme gjithashtu, duke qenë se po shkojmë drejt fundit, sepse në fakt kjo protest nuk kemi çfarë analizoj më se 100 veta ishin aty dhe ne. Të thash dhe në dasëm vinë më shumë se te protesta Berishës. Edhe në dasëm vinë më shumë se te protesta e Berishës. Do vinë të ftuar dhe miq, po në fakt mire ke, ca do të vinë nga Nusja, ca do të vinë nga Dhëndri, kështu që bëhem më shumë se 100 dhe bën sens kjo gjë. Shërbimet sekrete amerikane kanë stërvitur njerëz të gardës cilët të ruajnë personalitetet e SPAK-ut, apo ruajnë prokurorët e SPAK-ut, për mos i quajtur personalitete. Një mesazh i qartë dhe ky i Shtetet Bashkuara të Amerikës që mos guxoni të prekni SPAK sepse është në monitorimin ton dhe është në një protektoriat i joni. A e shikon kështu? Po pa diskutim, pa diskutim. Ai do japi suportin e duhur për drejtësinë në Shqipëri, do japi suportin e duhur për personat që punojnë për vënien e drejtësisë në Shqipëri dhe pa diskutim që është detyrë që të mbrojnë jetën e tyre dhe çdo personi i cili kërcënohet nga individ cilët kanë të merr ligjin thjesht për të ulur besimin dhe për të ulur mbi të gjitha vendosmërinë që mund të ketë një prokuror tek detyra e tij dhe tek puna e tij, sepse them këtë për të ulur besimin, sepse prokurori sot beson tek puna dhe beson dhe te siguria. Dhe këto duan që ti intimidojnë duke mos besuar te siguria, duke mos besuar te puna që të veprojë krimi. Por kjo gjë nuk ndodh më, pasi SPAK-u është një institucion i pavarur, është një institucion që ka të gjithë mbrojtjen amerikane dhe është një institucion i cili po e bën punën në mënyrën më të mirë të mundshme. Lecia, duke qenë se po shkojmë drejt fundit, doja të bëja edhe një pyetje tjetër, duket që tashmë i vetmi vend në optikën e Ballkanit pa një ambasador amerikan është Shqipëria. Në momentin që vendoset ambasadori amerikan, mendoni se do të ketë ndryshime në politikën apo në klasën opozitare, sepse dhe partitë e reja të cilat u tentuan të lindën janë sfumuar, edhe pse mundohen me shpirt të jenë aktiv, janë sfumuar, qoftë Agron Shehi, qoftë Adriatik Klapaj, qoftë zërat kundër Berishës, të pakt janë ata zëra që janë kritik ndaj zotit Berisha, në këtë rast ke mbijetuar, po e them si mbijetuar është, por ti ke pasur guximin tënd për të qëndruar në media se shumë pak njerëz janë që të kenë qenë brenda PD-s dhe të kenë guxuar. Mendoni që do të ketë zhvillime? Unë mendoj që do ketë zhvillime. Mendoj që do ndryshoj situata politike, do ndryshoj dhe klasa politike. Kjo klasë politike nuk ka çfarë prodhon më. Mesazhet e 35 viteve tranzicion kanë qenë vetëm korrupsioni dhe kanë qenë largimi shqiptarëve, ka qenë dëmtimi i ekonomisë, dëmtimi i shëndetësisë dhe pa diskutim që duhet vi klasa e re politike, duhet vi brezi i ri, duhet vi njerëz cilët kanë aftësinë, po dhe vullnetin për të bërë shtet dhe jo për të mbajtur pushtet, siç fatkeqësisht jemi sot që flasim. Më ngacmuat me diçka të fundit të një ser zërash të cilët në të drejtën e tyre kanë zgjedhur të bashkohen në Partisë Socialiste. Një ser zërash që mendoni që do të ketë përsëri një eksod brenda Partisë Demokratike, duke qenë se ju i njihni mirë atë parti
me këtë situatë? Mendoni se do të ketë një sot tjetër? Pa tjetër. Asa vjen edhe do përfundoj dhe më keq, përsa ko leadershipi e mban peng, përsa ko nuk pranojnë rinovimin, përsa ko nuk pranojnë realitetin, përsa ko nuk pranojnë vërtetat e tyre, përsa ko nuk janë transparent dhe të bëjnë një analizë vërtet arsyeve dhe shkaqeve që sollën humbje në 11 majit, dhe përsa ko e mbajnë të mbyllur si bunkerjen Verogjës, nuk kanë se si të treshin njerëz, por kanë vetëm një gjë si të bëjnë njerëzit largohen nga ajo parti. Si të bëjnë njerëzit largohen. Alesja, unë të falenderoj shumë për kohën tuaj. Faleminderit Ermal. Të dashur miq, duke falendëruar secilin prej jush që na ndiqte live në këto momente, duke falendëruar secilin prej jush që komenton, shpërndan edhe regjistrohet në kanalin ton. Mos harroni të bëni subscribe në Antena Televizion, nga unë Ermal Peçi, miru pafshim dhe do të qemi përsëri për të analizuar zhvillimet dhe ngjarjet më të fundit. Mos u largoni nga Antena, pas pak do të jemi përsëri live mbi aktualitetin dhe atë se çfarë po ndodh konkretisht jo vetëm Partinë Demokratike, por dhe në opozitë.